Analisti Lorenz Vangeli ka komentuar takimin e zhvilluar në kryeministri mes kryeministrit Edi Rama dhe ambasadores amerikane në Greqi, Kimberly Guilfoyle. Duke ju referuar videove të publikuara nga momenti i pritjes së saj në ambientet e jashtme të kryeministrisë, Vangeli u shpreh se sipas tij, pamjet duket se janë realizuar me qëllim dhe jo rastësisht. Ai theksoi se për këtë takim nuk ka pasur asnjë njoftim apo komunikat zyrtare, ndërsa këndi i filmimit, sipas tij, lë të kuptohet se bëhet fjalë për një regjistrim të planifikuar për të treguar publikisht se kush po vizitonte kryeministrinë. Vangeli shtoi se fillimisht u tha se pamjet ishin filmuar nga një qytetar i rastësishëm, por sipas tij ka shumë gjasa që publikimi i tyre të ketë qenë i qëllimshëm. Analisti vlerësoi gjithashtu se takimi ndodhi në një moment të ndjeshëm politik për qeverinë dhe për marrëdhëniet e Shqipërisë me partnerët evropian, veçanërisht me Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe. Megjithatë, ai tha se nuk dëshironte të spekulonte për arsyet e vizitës, duke shtuar se ajo mund të ketë qenë edhe një takim formal apo kortezie. Nga ana tjetër, gazetari Dritan Hila dha një interpretim tjetër. Sipas tij, takimi mund të ketë sjellë një mesazh politik nga rrethet e afërta me Donald Trump, duke theksuar se figura të tilla zakonisht nuk kryejnë vizita të rastësishme. Megjithatë, Hila shtoi se nuk beson që bëhet fjalë për një mesazh armiqësor. Deri tani, arsyet zyrtare të vizitës së Guilfoyle në kryeministri nuk janë bërë publike.